Vajza që nuk ishte askush, por u kthye në mit në kohët e sotme, sepse sot mjaft që ti të besosh që je një personazh dhe ti bëhesh personazh. Do t'i tregoj një histori vërtet të çuditshme. Tani më ndiqni me vëmendje dhe kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le ti bëj like faqen si të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Një vajzë nga Rusia, kishte lindur në Rusi në vitin 1991, u birësua nga një çift gjerman në vitin 1992, mos gaboj. Dhe si përfundim, këta e morën këtë vajzën dhe e rritën në Gjermani, pra vajza u rrit në Gjermani. Dhe me kalimin e kohës munduan që ta shkollonin, të ishte dikush, mirë po ADN-ja ose gjaku të përndjek. Dhe ti bën atë që, me një fjalë, edhe pse mësimet ishin në Gjermani, nga familje gjermane dhe njerëz korrekt, ajo në mendje kishte të bëhesh e famshme. Dhe u mundua në të gjitha mënyrat aty në Gjermani. Tregohet që ishte shumë ekstravagante dhe gjoja ishte nga një familje milionerësh, por nuk ishte vërtet. Sepse familja që e rriti ishte një familje thjeshtë. Vajza quhet Ana Delvi. Në të vërtetë ajo nuk quhej Ana Delvi, por dëgjoni se çfarë ndodhi me të. Me kalimin e kohës, Ana kuptoi që nuk ishte shumë e preferuar në për këto, sepse shkruante, gjoja bënte pjesë në elitën e disa familjeve të mëdha dhe kërkonte që të bënte sfilata të modës e tjere tjere. Ishte viti 2003 dhe ajo vendosi të bënte diçka, të shkonte në Amerikë, sepse si pas saj, Amerika do t'jepte çdo gjë. Në fakt, shkoi në New York. Njohu disa njerëz aty duke thënë gjithmonë që kjo vinte nga një familje pasur e tjere, dhe njëri nga këta i dha një apartament gratis fillimisht. Dhe i tha, kur të vi momenti, pastaj tha, filloj që të paguash, se kjo i tha që do vi momenti, tha që sa të më zhbllokojnë, tha, disa para, sepse kam 60 milion, tha, si bazë në bankat e mia, dhe do t'jap, tha, shumë nga ajo që ti pretendon. Dhe të gjithë mendoni se ishte e vërtet. Në të fakt, ajo sa herë që shkonte në për darkra, në për drekra, apo ku do shkonte, linte nga 1.000, 1.500, 2.000 dollar, pra pagonte ajo gjoja darkën. Mirë, po këto ishin gjithë ato para që ajo umblithe disave që pretendonin pikërisht që ishte e famshme, i jepnin para, ose bënte dallavere. Dhe ajo bëri ç'është e mundur që të shfaqej sikur ishte një milionare. Dhe këto miliona do të filloni që të binin si shi, më vonë që të mbuloni që të gjitha shpenzimit që ajo bënte dhe më tepër që të pagonte dhe taksat. Edhe kështu, me kalimin e kohës vazhdoi që të bënte kështu. Mirë po, ajo vazhdonte që të dhithe njerëzit, sepse secili mendonte se kjo ishte me të vërtetë nga një familje pasur. Dhe me kalimin e kohës, erdhi një moment që në vitin 2017 e akuzuan sepse kishin kaluar vite tashmë, që nga viti 2003 deri në vitin 2017 nuk u pa kokër leku, aty kuptuan që kjo ishte një dallaveregjie. Mirë po ajo i kishte bindur njerëzit duke thënë se ishte milionare. Mirë po ajo quhej, me fjalë mbiemri saj, Sora, ose Soro, një mbiemër që na thot shumë gjëra. Megjithatë, Ana Soro ishte për të gjithë Ana Delvi dhe në fakt ajo kërkonte që të bënte edhe një Ana Delvi Foundation, sepse donte që të tregonte njerëzve, përveç se klasit që ajo kishte me njerëz të famshëm dhe familje të një niveli, por donte që të hapte edhe një shoqat bamirësie. Dhe në fakt aty filluan që të hidhin të ardhua financiare edhe njerëz që shkonin pas saj, por siç ju thash në vitin 2017 u akuzua dhe aty zbuluan që asgjë ishte e vërtet për atë që thoshte ajo. Dhe si përfundim në vitin 2019 e dënuan. E dënuan dhe në vitin 2024 doli edhe një film, sepse tashmë të bëjnë edhe hero. Doli një film që është Invention Anna, që do thotë të krijosh Anën, sepse kjo e krijoi vetveten kështu. Por prisni pak, sepse ajo nga ato krijimet që bëri që gjoja ishte e famshme, kishte para e tjerë,
Netflixi, ose ata që krijuan filmin, ju desh që të pagonin për të marrë të drejtat ekskluzive të kësaj vajze. Dhe kështu që ajo filloi të fitonte, jo vetëm nga filmat, por ende sot kjo vajzë shkon në për moda, shkon në për vende të një nivelit lartë, ka njerëz që investojnë me të, bile ajo është kthyer në një podcast në të gjitha rrjetet sociale dhe ka disa sponsor bile që e ndjekin. Pra, si përfundim, kjo vajzë sot është një personazh. Pra, u bë një mit ku nuk ishte askush deri dje, por ajo vetëm sepse bindi njerëzit. Pra, duke bindur njerëzit që ajo ishte një personazh dhe një mit, u bë në të vërtetë. Sepse ç'është e vërteta, pa bërë asgjë, pa thënë asgjë, ajo vetëm thoshte që pa bërë asgjë, sepse pa thënë thoshte që ishte një e pasur dhe kishte $60 milion në llogarinë e saj si garanci bankare, por duhej që ta zgjidhte këtë problem. Dhe gjatë kohës i thoshin ku i ke lekët, dhe ajo si përfundim nuk i kishte. Dhe aty u zbulua totalisht se kush ishte e vërteta. Pse po e hapa këtë bisedë? Sepse jo sot, por duke filluar që nga viti 2000 e këtej, gjërat kanë ndryshuar shumë. Me të vërtet që gazetat, revistat, rrjetet sociale që shtyjnë akoma më tej çdo argument, janë bërë tepër, si t'ja u them, të vrasin në tru çdo gjë, sepse qëllojnë me të njëjtat gjë. Për shembull, nëse ndodh një vrasje, vazhdojnë aty me atë vrasje. Nëse ndodh diçka e bukur, vazhdojnë gjithmonë atë. Pra, nuk kanë çfarë japin dhe insistojnë në diçka. E njëjta gjë që ndodhi me këtë vajzë. Por në këtë rast, ata e kthyen vërtet në një mit. Ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Sa janë, për shembull sot ne kemi dhe vajza edhe të trojave shqiptare, jo vetëm kështu, jo vetëm këto ruset apo në Gjermani, por që i lindin si disa personazh që me kalimin e kohës, me dashje apo pa dashje, njerëzit thonë që është një personazh, pra krijohet personazh pa bërë asgjë. Ju si mendoni? Është e drejtë apo jo? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse ky është një rast i rrallë, por ajo Anna Delvi, që tani është bërë e famshme, le të themi që ja hodhi qindra mira njerëzve. E megjithatë, pas një farë kohe, edhe pse u dënua, bëri një koburg dhe bile është në shumë pak, mos gaboj, dhe tani është në arrest shtëpie, vazhdon që të jetë arrest shtëpie, sepse 2024 më duket se doli. Dhe sidoqoftë ajo është aktive në rrjetet sociale, është aktive, shkon edhe kur ftohet nëpërmjet këtyre momenteve të grand gala, të sfilatave etj. Pra ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Pres komentet tuaja, kalosh i bukur.